Marrëveshja adreson gjithashtu çështjen e kapaciteteve ajrore, për ndërtimit të flotës helikopterëve. Për Javelin, ne jemi duke ekzekutuar tashmë pagesat për sistemin kundër tank Javelin. Sapo vi nga takimi që pota në Ministrinë e Mbrojtjes me komandantin e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropë dhe Afrikë, një vizitë paralajmëruar me qëllim të forcimit të bashkëpunimit tonë, pra me General Lejtnant Dunaje, patëm një takim me të vërtet të frytshëm, ku diskutuam për mundësitë e bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shumë fusha, por edhe që ndërlidhet edhe me një vendim shumë të rëndësishëm që morëm sot në mbledhjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës, atë të miratimit të nismës për marrëveshjen kornizë në fushën e mbrojtjes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës. Për përmbajtjen e kësaj marrëveshje jemi dakorduar gjatë vizitës sime që kam pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më saktësisht në Departamentin e Mbrojtjes në janar të këtij viti, ku kemi diskutuar dhe jemi dakorduar pra për përmbajtjen e marrëveshje të rëndësishme dhe e dyta e tillë në Republikën e Kosovës pas asaj që nënshkruam me Republikën e Turqisë vitin e kaluar. Kjo marrëveshje parasheh bashkëpunim, thellim të bashkëpunimit, zgjerim të bashkëpunimit dhe fuqizim të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shumë fusha të mbrojtjes, disa prej cilave duke kemi bërë më herët, siç është bashkëpunimi pikërisht në industrinë e mbrojtjes, një fushë në cilën ne po punojmë në vazhdimsi edhe me partnerë të tjerë. Pra janë 5 pika kryesore për cilat jemi dakorduar që të thellojmë dhe bashkëpunojmë bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, planifikimi i mbrojtjes dhe qeverisja e mbrojtjes. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin Ministrinë e Mbrojtjes për një planifikim profesional, për një planifikim të mirëfillt të mbrojtjes, si dhe të qeverisjes së mbrojtjes, me që synim rritjen e mbikëqyrjes civile, do të jetë menaxhimi i resurseve humane dhe menaxhimi i resurseve të mbrojtjes, gjithashtu do të jenë fusha ku do të bashkëpunojmë bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërtimi i kapaciteteve strategjike ushtarake. SBA-t do të mbështesin Republikën e Kosovës në ndërtimin e kapaciteteve strategjike ushtarake, duke përfshirë edhe mbrojtjen ajrore, kapacitetet ajrore edhe fusha tjera për cilat ne jemi duke punuar për të ndërtuar në fazën e tretë të tranzicionit. Pra SBA-t do të sjellin ekipe të cilat do të bëjnë vlerësimin, por do të mbështesin Ministrinë e Mbrojtjes në prokurimin e sistemeve të armatimit të nivelit strategjik, siç janë mbrojtja ajrore, por edhe mbështetja ajrore. Gjithashtu, kjo marrëveshje parasheh edhe bashkëpunimin me qëllim angazhimin regional dhe angazhimin ndërkombëtar, më saktësisht ne bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërtojmë plane dhe do të kemi mbështetjen e tyre për antarësimin e Republikës së Kosovës në NATO. Pra SBA-t janë zotuar përmes kësaj marrëveshje që do të mbështesin në aspektin teknik, procedural, edhe në aspekte tjera Republikën e Kosovës drejt antarësimit në NATO, po gjithashtu edhe në iniciativat regionale. Përveç gjithë këtyre që i theksova, kjo marrëveshje parasheh edhe një element shumë të rëndësishëm, atë të mbështetjes që do të kemi në aspektin e implementimit të një prej elementeve kyç të mbrojtjes gjithëpërfshirëse, atë të qëndrueshmërisë strategjike. Pra përveç mbështetjes që do t'i japin SBA-t ndërtimit të kapaciteteve tona ushtarake, mbrojtjes ajrore, këmbësërisë, artillerisë edhe gjithë elementeve ushtarak, do të ndihmojnë vendin tonë që të ndërtojë një qëndrueshmëri kolektive edhe jashtë ushtrisë, pra përmes organizimit të qytetarëve dhe përmes organizimit të strukturave tjera shtetërore. Pra është në përputhje me mbrojtjen gjithëpërfshirëse si koncept, cilën e kemi miratuar në qeveri vitin e kaluar. Marrëveshja adreson gjithashtu çështjen e kapaciteteve ajrore, pra ndërtimit të flotës helikopterëve,
që është një kapacitet që është planifikuar të ngritet në Forcën e Sigurisë Kosovës. Gjithashtu për këtë çështje kemi pasur takime të rëndësishme gjatë vizitës që kemi pasur së bashku me komandantin e FSK-s në Washington. Kemi qenë direkt në fabrikën për prodhimin e helikopterëve Black Hawk, ku kemi diskutuar edhe çështjet detajuara rreth këtyre helikopterëve dhe mundësive procedurale për blerjen e tyre. Ne kemi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për blerjen të këtyre helikopterëve, siç kemi edhe mbështetjen për blerjen e shumë sistemeve tjera që do t'i kemi në Forcën e Sigurisë së Kosovës në kuadër të fazës së tretë të tranzicionit, që parasheh ndërtimin e këtyre kapaciteteve dhe që nënkupton periudhën prej tani deri në vitin 2028. Gjithashtu edhe për Javelin, ne jemi duke ekzekutuar tashmë pagesat për sistemin kundër tank Javelin. Do të kemi në kohë në Forcën e Sigurisë Kosovës bazuar në planet për furnizim e to. Ne jemi duke bërë përpjekje që një sasi ta kemi qysh këtë vit, edhe pse kam theksuar edhe në intervista të ndryshme, ushtria e Kosovës nuk është që ka mungesë të kapaciteteve kundër tank, sepse kemi blerë edhe më herët dhe kemi blerë sisteme të ngjajshme me Javelin dhe që janë po ashtu moderne dhe efikase.